Kur dalin nga shtëpia e Big Brother, banorët nuk dalin kur vërtet vetëm. Dalin të shoqëruar nga sytë e publikut, nga pritshmëritë, nga interpretimet dhe nga një histori që vazhdon edhe pasi kamerat fiken. Kështu ndodhi edhe me Edin dhe Bian, ish çiftin e shumë komentuar të edicionit të fundit të Big Brother Kosova, të cilët vetëm pak kohë pas daljes nga shtëpia u panë së bashku në zyri, duke postuar foto nga brenda të njëjtit hotel. Nuk pati deklarata, nuk pati sqarime, vetëm imazhe. Dhe në botën e sotme, imazhet flasin më fort se çdo intervistë nga shtëpia e Big Brotherit në një dhomë hoteli në Zyri, për ata që i ndoqën brenda shtëpisë. Marrëdhënia e Edit dhe Bias ishte gjithmonë një kombinim mes afërsisë dhe distancës, mes ndjenjës dhe krenarisë. Ata u afruan para kamerave, u larguan nën presion, u pajtuan në heshtje dhe u ndan pa një fund të qartë, dhe pikërisht ky fund i paqartë i bëri njerëzit të mos rreshtin kurrë së pyeturi, a mbaroi vërtet historia e tyre, apo thjesht u zhvendos jashtë kamerave. Zyriu, një qytet i qetë, elegant dhe larg zhurmës ballkanike, u shndërrua papritur në skenë të re për këtë histori. Fotot që ndezën rrjetin, as Edi, as Bia nuk postuan një foto bashkë. Dhe pikërisht kjo e bëri situatën edhe më interesante. Foto nga brenda hotelit. Ambient identik, dritare, perte, ndriçim i njëjtë, postime në kohë shumë të afërt. Për publikun, kjo nuk ishte rastësi. Ishte një puzle që u zgjidh shpejt, nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Mjaftoi fakti që ata flinin në të njëjtin hotel, në të njëjtin qytet, në një periudhë kur vëmendja ndaj tyre ishte ende shumë e freskët. Pse Zyriu? Dhe pse bashkë, pas daljes nga Big Brother, shumica e ish banorëve zgjedhin ose të shijojnë pak qetësi, ose të shfrytëzojnë vëmendjen publike. Edi dhe Bia duket se zgjodhen një rrugë të tretë, larg, por bashkë. Zyriu nuk është destinacion i rastësishëm, është diskret. Nuk është qendër thashethemesh, nuk ka paparac agresiv, ofron anonimitet për ata që duan të jenë vetja pa presion, dhe kjo ngriti një pyetje thelbësore: a është ky një takim për të sqaruar të shkuarën, apo një përpjekje për të rindërtuar atë? Ish çift, por jo histori e mbyllur. Në shtëpinë e Big Brotherit, Edi dhe Bia shpesh dukeshin sikur nuk po luftonin kundër njëri tjetrit, por kundër rrethanave, opinionit publik, banorëve të tjerë, pritshmërive, kamerave, jashtë shtëpisë. Këto barriera bien. Mbeten vetëm dy njerëz me një histori të përbashkët, dhe ndonjëherë, kur zhurma ndalon, ndjenjat flasin më qartë. Heshtja si strategji, ajo që bie më shumë në sy nuk janë fotot, por mungesa e shpjegimit, asnjë histori me shkrim, asnjë jemi thjesht miq, asnjë udhëtim rastësor. Në një kohë kur çdo detaj jepet për klikime, heshtja e tyre duket e menduar. Sepse ndoshta nuk duan të japin llogari, nuk janë ende të sigurt çfarë po ndodh, ose duan që historia të flas vetë. Publiku nuk haron lehtë. Fansat e çiftit u ndan menjëherë në dy kampe. 1. Ata që besojnë se dashuria e vërtetë gjen rrugë edhe pas Big Brotherit. 2. Ata që mendojnë se kjo është thjesht afërsi emocionale e përkohshme, por të dy palët bien dakord për një gjë. Edi dhe Bia ende kanë ndikim, dhe çdo veprim i tyre, sado i vogël, analizohet me lupë. Një dhomë hoteli nuk tregon gjithçka, por nuk është as asgjë. Askush nuk mund të thotë çfarë ndodhi pas derës së mbyllur të hotelit në Zyri. Dhe ndoshta as nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është simbolika, dy njerëz që ndan një histori intensive, që dolën nga një eksperiment social dhe që, në vend se të largohen në drejtime të kundërta, përfundojnë në të njëjtin qytet. Ndonjëherë, kjo mjafton për të treguar se disa lidhje nuk këputen me një finale spektakli. Vazhdimi ende i hapur, ashtu si brenda shtëpisë, edhe jashtë saj. Historia e Edit dhe Bias mbetet e papërfunduar. Zyriu mund të ketë qenë një ribashkim, një sqarim, ose thjesht një kapitull i fundit i shkruar me qetësi, por një gjë është e sigurt: Big Brotheri mbaron, por historitë që lindin brenda tij shpesh vazhdojnë shumë më gjallë.